Si është e mundur gjithë këto zjarre në mbar botën? Në Shqipëri, Greqi, Kosovë, Maqedoni, Maldëzi, në Kroaci, nuk e di pat apo jo, në Kroaci ka bërë dëme të pa imagjinueshme, por në mbar botën këtë vit janë intensifikuar në 20% më shumë se vitin e kaluar. Dhe pyetja është pse? Bile tregohet që në disa këto zjarre janë vendosur nga kafsh, pra marrin mace, i lyejnë me benzinë dhe i lënë që të ecin në për pyje, dhe kështu që pyjet të digjen. Tani pyetja është kush i vendos dhe pse e bën një gjë të tillë. Duhet të dini që pothuajse që të gjitha zjarret, 99% të zjarreve, janë të vendosura nga dora e njeriut, pra nuk shkaktohen nga natyra. Është e pamundur. Në qoftë se do shkaktohet ajo 1%, shkaktohet vetëm nga aksidente, pra aksidentalisht teksa dikush për shembull hedh një cigare dhe ndizet, ose dikush tjetër nga një shkëndi të një tensioni të lartë apo të elektrikut apo incidente të tjera. Pra vetëm 1%, kurse 99% është nga dora e njeriut. Ka disa, sepse kam lexuar disa, bile një nga këto lajme ka dalë edhe në Il Messaggero, këtu në Itali, ku tregonte që në qoftë se në Kalabri për shembull kishin parë dikë që i kishte kapur macen, i kishte lidhur nga bishti dhe e kishte bërë me benzinë nga trupi. Dhe duke mbajtur ashtu nga bishti të lidhur, pasi e hodhi flakën, e la dhe macja e gjor, duke ecur vrap, duke bërtitur nga dhimbja në përpyll dhe e dogji pyllin brenda një kohë shumë të shkurtër dhe mori flak gjithandej. Kështu që ishte e pamundur, sepse eci shumë vrap, ishte e pamundur që ta ndalojë atë zjarr. Dhe tregohet që kush do ta gjente, policia do t'i jepte edhe 1.000 euro kush kishte informacione. Mirë po nuk gjetën deri tani dhe menduan që ishte vetëm një thashëthem rrugësh. Por nuk është hera e parë që flitet për mace, ka edhe herë të tjera. Tani pyetja është kush e bën dhe pse duhet të bëjë një gjë të tillë kaq makabre, për çfarë arsye? Shikoni, do t'ju them diçka. Unë mendoj që është nëse është e qëllimshme, pra le të flasim për konspiracione në këtë rast, nëse është e qëllimshme, është e qëllimshme nga një lob, nuk është e qëllimshme nga një i vetëm. Dhe do t'ju them se pse mendoj kështu. Ai që e bëri për shembull në Kalabri, ai e bëri në mes të pyllit, nuk e bëri në një zonë ku mund të favorizonte njërin apo tjetrin. Në mes të pyllit do të thotë që ti djeg pyllin, nuk po djeg tokën e njërit, ose për shembull ka disa që djegin tokat e tyre që t'i japi para shteti për incidente, ose të tjera akoma. Megjithatë, doja të thoshe që në këto raste, pra kur ti djeg pyllin, do të thotë që dikush tjetër e ka vendosur, sepse në qoftë se bëhet, për shembull, nga 100 njerëz, le të heqim 10 prej tyre që bëjnë kështu nga qefi. Shkojnë në pyll, hedhin zjarrin dhe ikin. 10%, nuk besoj që janë të gjithë. Ja po them 20%, por këta 80%, kush i pagon që ta bëjnë? Pra ata që ndezin zjarre. Shiko, të djegësh pyllin, sepse ky është një argument kompleks, mos kujtoni se është diçka e thjeshtë. Të djegësh pyllin është që ti është e rëndësishme me një fjalë që ta njohim këtë informacion, sepse ti djeg duke djegur pemët, djeg një pjesë të madhe të oksigjenit që çlirojnë. Oksigjeni që çlirojnë të gjitha këto pemët është i dobishëm për njeriu. Dhe njeriu ndërkohë sëmuret, sepse sa më pak oksigjen, aq më keq është sëmuret, sepse njeriu është formuar i tillë për të thithur oksigjen. Është e vërtetë që oksigjeni dëmton qelizat, është pikërisht ai shkaktari që dëmton qelizat dhe plak qelizat, sepse sa më pak oksigjen të mund të thith njeriu dhe aq më gjatë vuan. Kjo është shkencore, dakord, por pa oksigjen njeriu nuk jeton dot. Si do t'ja bëj ai që të ketë më pak oksigjen? Nuk ka mundësi. Pra, në këtë rast shkaktohen probleme shëndetësore. Ky është mendimi im, pastaj më thoni ju, nëse gaboj.
Dhe mos është kjo arsyeja duke shkaktuar këto zjarre gjithandej dhe dëme të pakonsiderueshme, tymi dhe njëkohësisht ajri i nxehtë, grimcat që digjen në hapësirë nga ajri, nga nxehtësia dhe njëkohësisht djegja e oksigjenit në atmosferë. Mundet ky që të jetë një problem i sardhmes që me kalimin e kohës të rëndojë në të gjithë njerëzit, ku i dihet. E di thash që duket pak kompleks si argument, por duhet diskutuar, sepse është një moment delikat. Shikoni, pothuajse çdo vit ndodhin zjarre, çdo vit. Dhe vitet e fundit, duke filluar nga viti 2018, me sa lexova deri tani, janë shtuar më shumë. Ka patur edhe më përpara aksidente, por po flas në përgjithësi. Është shtuar më shumë djegja e pyjeve. Ndërkohë kur ne i kemi zhvatur pyjet, sepse nga e marrim drurin për të bërë gjitha të letra pa fund, letër higjienike, letër për të shtypur, për stamposur, letër për çdo gjë, për libra pa fund, letër për zyra, letër për çdo gjë. Madje edhe letër tani ndërtojnë edhe këto muret e shtëpisë prej letre. Nuk e di e dini apo jo. Pra letër pa fund, nga vjen kjo letër? Janë pikërisht drujt. I detyruar që të marrësh drurin, ta përpunosh derisa ta bësh letër ose karton. Pra, ku do ta marrin në të ardhmen letrën? Sepse pyet, ndoshta dikush nga ju do thotë, nuk mbarojnë, është pamundur. Me një fjalë që presësh pyesh çdo ditë. Ne e filluam zhvillimin para 200 vite, 250 vite. Dhe në një kohë shumë të shkurtër kemi shkatëruar pa mas, ndonse kemi mbjellë shumë pemë të tjera, pra pemë që rriten, që ti presësh, por njëkohësisht ritmi që po bën gjithë bota, duke prerë, duke filluar nga Kina, Japonia, e tjerë, deri në Indi apo këtej, ritmi është gjigant, është kaq i madh sa nuk e ndalon dot dhe pretendohet që në një kohë shumë të shkurtër, në më pak se 6-7 vite, dikush thotë edhe më pak, edhe 4 vite, do të fillojë që të ketë probleme të drurit. Dhe e përsërisa njerëp, si është e mundur që të priten pemët? Atëre, pse duhet të presin pemët? Ose pse duhet i djegin pemët në këtë rast? Pse duhet të vën flakën pembe? Ju bëj pyetje juve sepse në këto pyetje ka edhe përgjigje, e dini shumë mirë. Ndoshta sepse jemi shumë, ku e diun. Mi po janë edhe ata pjesë, ndoshta ata marrin oksigjen në forma të tjera, nuk e di. Sidoqoftë, është e çuditshme se si shumë probleme po shfaqen kohët e fundit. Dhe ky është vetëm një nga problemet që është që janë pyet. Dhe pyet, si thash dhe më përpara, në qoftë se do të rrallohen me këtë ritëm, pas 5 viteve, ose ndoshta më shumë, shpresoj 10 vitesh, do të fillojmë që të kemi probleme me letrën në përgjithësi. Po në qoftë se nuk do ketë më letër, atëherë si do të veprojmë? Çfarë do të bëjmë? Jeta e njeriut është sa hap dhe mbyll syt, dhe ata që vendosin bëjnë si tu doj qefi. E organizojnë gjërat që paraprakisht, ndoshta edhe me vite të tëra, dhe kur vjen momenti zbatojnë urdhrat delet. Ky është mendimi im. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe pse të përdoren këto mace për të djegur pyjet. Kalofshi mirë.